Demokracia kristiane qeverisi për 45 vite Italinë e mbas luftës. Gjithmonë nëpër koalicione me parti më të vogla. Baza politike elektorale e demokracisë kristiane ishte Italia e Jugut. Vendet më të varfra, më rurale të Italisë dhe më shumë në kontrollin e organizatave mafioze. Organizatat mafioze në Italinë e Jugut përcaktonin cilët politikanë demokristianë do të bëheshin deputet, kryetar bashkie, nganjëherë dhe ministër. Tani mundej që ajo elita demokristiane aty në Rom të kujtonte se po qeveriste Italinë dhe pjesërisht mund ta qeveriste Italinë, por gjithmonë kokulur ndaj interesave të organizatave mafioze. Dhe nuk është çudi që mafia në Itali ka filluar të luftohet seriozisht në momentin që demokracia kristiane hyn në krizë dhe fundoset si parti politike. Sa kohë demokracia kristiane ishte e fortë, organizatat mafioze ishin jo vetëm të forta si grupime kriminale, si janë dhe sot, po kishin edhe peshë shumë të madhe politike. Dhe në Italinë e Jugut, në Siçili, po jo vetëm, këto organizata mafioze kanë pas vrarë dhe përfaqësues politik të opozitës italiane. Madje ande nga fundi kanë filluar të vrisin edhe deputet apo përfaqësues demokristian, të cilët nuk arrinin më të siguronin atë mbrojtje politike, në momentin që filloi të shpërbëhet sistemi i vjetër politik, që kishin siguruar dikur organizatave mafioze. Edi Rama ka këtë pushtet. Pra, pushteti dikujt i cili është në krye të shtetit formalisht, simbolikisht rre gjoksin, e paralelizon veten me Skënderbeun, një lloj si Skënderbeu i duket veten nga herë si shpëtimtari i Evropës, do të jetë i barabartë, madje i pari mes barabartëve të më të mëdhenjve të botës. Ata e tolerojnë se e shohin kështu gjysmak intelektualisht, dhe hajtë i bëjmë çik shefin këtij delirantit. Në fund fare, është një personazh grotesk. Është një personazh i cili pushtetin e ka fal të fortëve të krimit dhe të oligarkisë ekonomike.